Genard Hajdini dhe Sonida Hajdini, dy po themi personazhe të njohur të TikTokut, motor e vlla, janë shtruar në psikiatri pas një videoje e cila ngriti shqetësim në opinionin publik, ku Genardi kishte filmuar motrën e tij në gjendje shumë, le të themi, jo vetëm të rëndë psikologjike, por edhe jo në kushte të përshtatshme lidhur me gjendjen e saj. Për të folur mbi këtë veprim që kanë bërë pastaj instruksionet, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Alban Duraj. Zoti Duraj, faleminderit shumë për intervistë. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më jepni. Zoti Duraj, mund ta thoni pak çfarë ka ndodhur me Genardin dhe Sonidën? Atëherë ka qenë një foto e cila është postuar në rrjetet sociale nga vllai, pra nga Genardi, i cili ka postuar motrën e tij gjysmë nudo, por ishte vendosur tek pjesa e majt, ishte vendosur një diçka mbrojtëse në mënyrë që mos të dukej i gjithë trupi, pra le të themi një lloj izolimi për qytetarët të cilët shikonin këtë foto. Menjëherë kjo ka rënë në syt e kryetarit të njësisë bashkiake apo njësisë administrative numër 2, zotit Florian Pullazi, i cili ka reaguar menjëherë. Ai ka njoftuar njësinë e cila është pranë njësisë administrative që ai administron, pra njësisë bashkiake numër 2, ku në çdo njësi bashkiake ka të atashuar nga një punonjës social. Pra shërbimi social pranë Bashkisë Tiranë është i shpërndarë në të gjitha njësitë bashkiake, e cila kjo, le të themi, ky institucion varësie atashohet në mënyrë që t'i vijë në ndihmë fëmijëve të cilët janë të dënuar, familjeve që janë me probleme sociale apo me probleme mendore, kështu që është një, le të themi, qelizë e menjëhershme që reagon. Dhe në rastin konkret, zoti Pullazi ka ushtruar kompetencat e tij të menjëhershme, kjo fal informimit, sepse u bë publike në të gjitha portalet dhe mediat, ku ky lajm i pazakont u vënë në dieni dhe ai menjëherë ka marrë masa duke shkuar, duke inspektuar me specialistët e fushës dhe pastaj duke i shoqëruar pranë shërbimit psikiatrik në mënyrë që të dy këto personazhe publike të merrin ndihmën e parë dhe një të stabilizojë. Dua që të sjell në vëmendje edhe faktin që Sonilda ka pasur një lloj trajtimi mentor nga ambulanca e zonës ku ajo ushtron, pra kur ka vend banimi dhe ku banon, por ka probleme serioze. Ndërkohë që vllai i vet, në momentin e parë, Genardi, është shprehur që ne këtë foto e kemi bërë vetëm thjesht për të marrë klikim ndonjë problem dhe ne kemi vendosur masa mbrojtëse në mënyrë që qytetarët të miturit apo të vogla të përmbajtjet e pjesës së trupit, pra janë pjesë intime, për të cilat natyrisht që nuk duhet që të përhapen dhe publiku nuk duhet t'i shikojë. Pra ky ka qenë reagimi i parë, megjithatë ta së bashku, motër dhe vllai janë vendosur pranë qendrës psikiatrike ku po i ofrohet dhe asistencë, pra ndihmë e menjëhershme e vazhdueshme në mënyrë që ata të monitorohen, mbahen në vëzhgim dhe derisa të stabilizohen dhe të rehabilitohen. Zoti Dura, duhet ishin marrë masa më përpara duke pasur parasysh që nuk është herë e parë që Genardi dhe Sonita kanë pasur shqetësime të tilla? Natyrisht që duhet merren masa, qoftë edhe qytetarë të cilët kanë informacion apo janë të informuar lidhur me shëndetin mendor të qytetarëve të cilët ata mund t'i kenë të afër, mund t'i kenë komshinj, qoftë edhe komunikime, pra ne duhet të reagojmë, kemi për detyrë, njëherë detyra
përveç se është një detyrë humane, është një detyrë njerëzore, që ne duhet të njoftojmë institucionet e specializuara, por përveç saj ne kemi një detyrë ligjore, që do të thotë ne jemi të detyruar që kur shikojmë dikë që është i smur, nuk ka rëndësi çfarë sëmundje ka, ne duhet të njoftojmë menjëherë urgjencën në mënyrë që të vihet menjëherë në shërbim dhe të jepet asistenca e parë personit që mund të ketë një problem të shëndetit mendor, mund të ketë probleme të tjera shëndetësore, pra janë detyrat cilat ne i kemi të sancionuara në ligj. Dhe do të thotë nëse ne nuk japim ndihmën e parë, atëherë ne mundet që të dënohemi penalisht dhe dënimi penal për mosdhënie ndihme është deri në 3 vite burg. Kështu që shumë mirë që kryetari i njësisë administrative numër 2, ai u angazhua personalisht, pra në bazë edhe ndoshta informacioneve që ai mund të pasur në rrugë zyrtare, pra kemi punonjës social, kemi punonjës të njësisë administrative, mund kemi qytetarë që mund ta kenë njoftuar, nuk e di rrethanën se si ai është vënë në informim apo qoftë edhe nga media, kjo nuk ka rëndësi, por rëndësishme është që ai vetë ka treguar qytetari dhe ka treguar një reagim të shpejt duke u paraqitur personalisht bashkë me ekipin edhe të emergjencës, të ambulancës, edhe me ekipin psikiatrik edhe me mjekët, kështu që kjo tregon një vlerë shumë të madhe dhe duhet falenderuar, ku t'i gjejmë zyrtar të tillë të cilët reagojnë në mënyrë të menjëhershme dhe i gjenden qytetarëve në mënyrë emergjente dhe në mënyrë të menjëhershme. Zoti Duraj, a ka, po themi, gatishmëri nga institucionet shqiptare që kur ka ngjarje të tilla të reagojnë menjëherë, apo në fakt po neglizhohet shëndeti mendor në Shqipëri? Çështja e vërteta për shëndetin mendor nuk është se është bërë shumë. Pra në kuadrin kombëtar edhe pse ne kemi strategji, pra çdo ditë Ministria e Shëndetësisë paraqes strategji kombëtare, kjo edhe në kuadrin e detyrave për integrimin në strukturat e Bashkimit Evropian, por është bërë shumë pak. Është bërë shumë pak edhe me masa që duhet të ndërmerret, pra duhet edhe masa lidhur me një kontroll të vazhdueshëm, pra duhet që të bëhet një kontroll periodik i detyrueshëm që ne të shkojmë tek doktori, pra ashtu sikurse ne shkojmë tek doktori kur kemi skadimin e patentës, kur na skadon patenta, kur ne duhet fillojmë të bëjmë edhe një herë ato vizitat për trupin ton, pra të gjitha, mendoj që të paktën një herë në vit ne duhet të kemi një kontroll shëndetësor, duke filluar që nga shëndeti fizik, shëndeti mendor, çfarë lloj problemi që ne mund të kemi si qytetarë, sepse sëmundjet e shëndetit mendor janë bërë problem shumë i madh. Pra kjo vjen edhe për shkak të ngarkesës psikologjike, sepse ne tashmë kemi stres të cilin ne nuk e neglizhojmë. Pra qytetarët tu përballen që në momentin e parë që dalin nga shtëpia, pra me një le të themi reagim të ashpër, që në momentin që ne mund të marrim makinën në parkim, në autobus, pra në institucione kemi një lloj agravimi dhe mendoj që kjo është shënduar akoma dhe më shumë edhe pas COVID-19. Pra po ta shikojmë, unë shikoj shumë reagime nga njerëz të njohur, të afërm, por edhe vetë personalisht ndjej një lloj ndryshimi shumë të madh nga tillësia, nga mënyra se si ne reagojmë ndaj sjelljeve të jashtme, pra tregon një lloj stresi që ne kemi dhe duhet trajtim. Duhet një trajtim shëndetësor, duhet një plan kombëtar në mënyrë që ne të kemi sa më shumë le të themi asistencë për shëndetin mendor, sepse shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm, nga shëndeti mendor pastaj vijnë edhe ngjarje apo reagime të ndryshme që ne mund të kemi në shoqëri, në pozicione të ndryshme.
Kështu që pa shëndet mendor ne nuk mund të kemi shëndet fizik dhe besoj që duhet këto raste duhet marrë me konsiderat, pra duhet të konsiderohen nga institucionet në mënyrë që ne të jemi sa më asistues ndaj problemeve familjare, ndaj problemeve sociale, sepse këto janë të lidhura me njëra tjetrën dhe janë simbioz me njëra tjetrën. Kështu që duhet një lloj zgjidhje në mënyrë që mos të kemi raste sa më të pakta dhe uroj që të minimizohen sa më shumë këto raste. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësi dhe për mua.